Disa zanate tradicionale po shkojnë drejt shuarjes, por ka dhe të tilla që vazhdojnë të mbijetojnë falë përkushtimit të mjeshtërve dhe interesimit të brezit të ri. Njëri prej tyre është zanati i poçarisë, ku e gjithë puna bëhet me argjil dhe ngjyra. Në punishtën e Fatos Lleshit, zanatin po mëson edhe një praktikante e re, e cila e nisi nga shkolla e mesme praktiken dhe po vazhdon edhe sot. Për herë të parë kur e marrë në këtë punë të ri, jam konin vit parë. Arsimtarja jam e artit Violeta Viki. Na ka pru mi pa prapërsisht se që shkon kjo punë, kjo profesion. Pastaj kam vazhdu me punu si praktikante te Fatosi. Tash të vi punoj, edhe jam studente tash. E kom kryer domethënë shkollën e mesme. I vështirë për mua nuk është, normal kur ta bën me qef me dashni. Vetë që vjen koha dhe përkushtim, se jo gjithë ka me dalë mirë qysh ti e paramendon. Në këtë ambient pune, kërkesat janë të shumta falë mjeshtërisë së Poçarit Lleshi, ndërsa enët më të kërkuara janë pjatat dhe gotat. Enët më të kërkuara për moment janë pjatat dhe gotat. Pa i anashkalu vazët dekorative, domethënë me gjatësina shumë të mëdha. E kur është fjala të interesimi, ai thotë se ky zanat është art, prandaj edhe kërkesat janë të mëdha. Edhe pse unë po shortja punoj me kapacitet mos thuj 200% në orë kohë. Duhet me pas prirje, për shkak se ky nuk është vetëm zanat, por është edhe art. Edhe për atë punë quhet artizanat. Domethënë të përfshitë të dyja, unë nuk e mvyj në argat. Me bojtron, me karroce, me shatje, me lupat. Po më duhen punëtorë që mujnë me më marrë zanatin mu edhe me bashkëpunu me mu për me arritën plot fuqishmërinë e punimeve deri në përfundim. Argjil punuesi Lleshi thotë se dikur furnizohej vetëm në Gjakov nga fabrika e tjegullave, por sot ai importon argjilen e gatshme dhe të testuar nga vendet e Bashkimit Evropian. Jam të importu për vendeve të Bashkimit Evropian, cilat janë më ateste për shkak të toksinave rrezikimeve, ku ta di unë janë të garantuar se janë bio, domethënë nuk kanë absolutikisht asnjë lloj minerali që e dëmton shëndetin tonë. Njëkohësisht edhe ngjyrat janë me ateste, janë ngjyra të bocit. Atëherë argjila na vjen e gatshme, e përpunuar vetëm me prej me bu top, edhe mi punu format, mi jap dizajnin se çysh e kërkon klientela. Kjo punëturi drejtohet prej vitesh nga ky mjeshtër i punës në argjil, në të cilën punohet me shumë përkushtim dhe profesionalizëm për të ruajtur këtë artizanat.